unë do doja të listoja dhe të tjera problematika që sjellin rrjetet sociale. Kur flasim për rrjetet sociale, flasim së pari për gjuhën e urrëties që ne të gjithë e dimë, ne të rriturit e dimë dhe çfarë peshe ka, por imagjinoni për një fëmijë të vogël në moshën 15 vjeç, të përballet me këtë botë e cila gjatë gjithë kohës të tregon se si duhet të jesh, të tregon se sa i shëmtuar je, se sa i pamjaftueshëm je. Dhe kjo krizë identiteti që përgjithsisht adoleshentët e kanë sepse është pjesë e moshës, por kjo është një krizë identiteti e cila është shumë e thellë dhe nuk mbaron kurrë, rriten me këtë lloj krize, me këtë pamjaftueshmërie. Përveç pjesës së gjuhës së urrëties, ne kemi gjithashtu vjedhje të profilit që edhe portali që kemi në Shqipëri sigurt.al ka raportuar që mosha 15-18 vjeç kanë treguar se kanë her pas here ngacmime ose kanë problematika në lidhje me jetën online. Përveç vjedhjes së profilit, ne kemi ngacmimet seksuale. Ngacmimet seksuale që mund të vinë nga vetë bashkëmoshatarët me njëri tjetrin, apo në ato lidhje që mund të quhen ndoshta lidhjet e para fëmijërore, por sado që mund të jenë të tilla, ato mundet të kenë pastaj edhe të tilla kërcënime, duke i pretenduar që vajza, pra në një raport djalë-vajzë, të dërgoj foto djalit dhe këto foto pastaj të shërbejnë edhe si kërcënime. Nga ana tjetër kemi dhe shpërndarjen e materialeve, të cilat janë private, sidomos në grupet e WhatsApp-it, që unë di që kanë fëmijë që në klasën e 2 dhe të 3, shpërndajnë her pas here foto, materiale, edhe pse përdoret për mësime, kryesisht shpërndahen materiale ose foto të cilat mundet të bëjnë tek fëmia të ndihet i keq përdorur ose që janë materiale private. Kemi hakimin dhe vjedhjen e llogarive, sidomos fëmijët që përdorin videolojra siç është Robloxi, nëse ata kanë një akaunt dhe realisht dhe përdorimin kaq në mas nga kjo grup mosh.